Përshëndetje. Edhe sot është një ditë e bukur si çdo ditë tjetër, e cila dëshirohet në maksimum nga secili nga ne. Edhe toka me natyra na ofron në çdo vend vende të bukura, të cilat neve thjesht duhet marrim mundimin dhe të shkojmë të vizitojmë si punë kësaj këtu, ja. Është fantastike. Por edhe ati ku jeton ju, jam i sigurt që ka vende fantastike, thjesht duhet të lëvizni dhe të shkoni të vizitoni dhe të shlodheni dhe të kaloni kohë me veten tuaj ose me shokë shoqet dashurit. Megjithatë, në këtë video këtu të shkurtër unë dua të them ja dy gjëra me çka unë merrem këto 4 vitet e fundit, ka të bëjë me këshillimin, orientimin e njerëzve tek zgjidhjet e jo tek problemet, ajo çka unë bëj, edhe si të ushqehen sa më mirë, por jo vetëm me ushqime fizike që japin trupit, por edhe ushqime mendore. Sepse këto janë të lidhura në shëndetin e trupit ton, fizik dhe ati jo fizik. Këto janë ato çka unë bëj. Kjo është e puna që bëj unë, këto 4 vitet e fundit, dhe nëse dikush ka diçka konkrete dhe kërkon zgjidhje, mund të më kontaktojë mua, poshtë shkruaj edhe atë faqen time të Telegramit, në të cilin mund të më shkruani. Faleminderit dhe kalofshi mirë.